Prodhuesi shtetëror turk I sektorit të mbrojtjes, MKE, ka nënshkruar një marrëveshje për ndërtimin e një strukture prodhimi municionesh në Kosovë, një hap që dëshmon thellimin e bashkëpunimit të mbrojtjes midis Ankaras dhe Prishtinës. Siç raporton Daily Sabah, fabrika do të ketë kapacitet vjetor prodhimi prej 20 milion fishekësh dhe pritet të përfundojë deri në vitin 2026. MKE do të furnizojë Kosovën me linjat e saj të prodhimit për fishek dhe plumba, pajisjet e ngarkimit dhe montimit si dhe laborator testimi. Kompania turke do të ndërtojë ndërtesat e nevojshme dhe do të ofrojë trajnime për prodhim, mirëmbajtje dhe riparim, si dhe asistencë teknike për fuqinë punëtore lokale. Njoftimi vjen vetëm pak pas dërgesave të fundit të dronëve kamikaz në Kosovë nga kompania turke Baykar, ndër të cilat modelet Skydagger dhe pas blerjes më parë të platformave ajrore pa pilot Bayraktar TB2 në korrik të vitit 2023. Dorëzimi I Skydaggerit në Kosovë më 8 tetor shkaktoi reagime të forta nga Serbia, por gjithashtu nxiti edhe reakcione diplomacie mes Beogradit dhe Ankaras. Kryeministri në detyrë I Kosovës, Albin Kurti, më parë ka konfirmuar planet për ngritjen e fabrikës së parë të municioneve dhe të një laboratori për projektimin e dronëve, si pjesë e përpjekjeve për të zhvilluar industrinë e mbrojtjes së vendit dhe për të rritur kapacitetet